Kur kemi qenë të vegjël, kemi parë të paktën brezim përrallën e borbardhës. Borbardhës. Ase kemi dhe borë këtu për jashtë. Pra, do me thënë dhe nga vetë emri dhe në Shqip lidhet me dëborën. Sigurisht pralla e shtrigën njerëkën dhe pastaj princi. Sigurisht borbardhën shumica e njerëzve mbajmën, apo jo nga filmat turk që kemi parë. Me güzeşën yaşama. Bardha lidhet me dëborën me të vërtet, sepse përfaqësohet nga perëndesha e dëborës. Çdo prallë i vjetër tregon diçka të vërtet. Mirë, po ç'lidhje ka këto 7 xhuxhat? Nuk duhet harrojmë 7 xhuxhat që janë një pjesë shumë të rëndësishme të prallës dhe legjendës, do të thoja, sepse kjo është një histori ose një legjend shumë e vjetër, në fakt vedike. 7 xhuxhat përfaqësojnë 7 çakrat të njeriut që ka brenda. Perëndesha e dëborës, po të shkojmë tek historitë vedike ose legjendat vedike, simbolizohet nga perëndesha hynesha e dëborës, që quhej Parvati. Pra është e bija e malit, e bija e mbretit të maleve, ku ka dëbor. Dhe është pra hynesh, sigurisht. Mirë, po ajo bie në dashuri me hynin. Tek pralla jone e borbardhës, sigurisht, pra është princi. Pra Parvati, po të shkojmë tek legjenda vedike, ajo udhëton dhe pra është një energji femërore hynore që udhëton, si thuash, është një energji që rritet dhe ka përcen të 7 dallgët, pra 7 çakrat, i pastron dhe i ka përcen derisa të arrijë tek Shiva, energjia, pra princi. Dhe sigurisht 7 çakrat pra janë 7 xhuxhat dhe ngjitja do thot në mal, dëbor, perëndesha e dëborë do thot pra arritja e energjisë së kundalinit, do me thënë arritja e energjisë finale të ndriçimit, të super ndriçimit mendor. E bukur? Çdo prallë ka një kuptim.